Çka më jam uli ja se si e kanë organizuar një vend me makineta në Itali, për makinetat që u thoshëm shiten nga makineta Pikal. Është mbushur ky vendi me makineta atje që ke këto patatina për shumë me 70 cent ke ujin, këtu është mbushur me ujë, këtu ka pije të ndryshme energjetike, nga këto me flucka, ka birra poshtë atje, ato me kështu, ka disa çokolada të ndryshme që shikoni këtu, disa pije të tjera në shije të ndryshme që shikoni këtu. Poshtë është makinet më vete, ajo është typ këtu dhe del, këtu ka çokolada gjëra të tjera, pastaj këtu është makineta, janë makineta të ndryshme kjo. Kjo është e kafes, që bën kafe corto, lungo, macchiato, cappuccino, ku duhet gjitha llojet e kafeve, se unë spi kafe. Edhe një tjetër këtu që ka disa gjëra nga këto gamis, çka quhen këto gjëra të tjera, biskota njërin tjetrën gjitha këto, edhe këtu mund të hedhësh dhe me turinat, kjo është më vete. Ata veç se makinetave normalisht kanë futur edhe këtë gjën këtu, që është e futbollit për të marrë ca lek më shumë, edhe gjithashtu atje në cep kanë futur edhe këtë për të marrë çmçagiza të ndryshme edhe gjëra si po kamion. Nëse doni dhe ju makineta si gjitha këto, na shkruani tek makineta Pikal.